Nëse ka mundësi vetëm pak qëtësi. Të nderuar simpatizues të Partisë Demokratike, me të vërtet kjo është për të festuar. Ne I falenderojmë të gjithë qytetarët e komunës Bujanosit përkatësisht shqiptare, të cilët sot na dhanë besimin. Por unë e di që keni dhënë një kontribut të madh, shumë ju që jeni prezent këtu, dhe shumë ata të cilët nuk kanë pas mundësi të vinë këtu, siç po shihni rezultatet edhe pse nuk janë përfundimtare, edhe disa vendvotime duhet me në ardhë, ne nga ky moment mund të shpallëmi se është fitoria e Partisë Demokratike. Ne jemi duke I pritur edhe në 3 vendvotime rezultatet, në fshatin Kunçul, në shkollën e mesme Seza I Sorroji dhe në fshatin Zarbinc. Mirë po, ju e dini se vëllezërit e tanë gjenden nëpër burget dhe kazamatet e Serbisë. Unë ju lutna, ne për nderin e familjarëve të tyre dhe për nderin e atyve të cilët janë në burgje, nëse nderon jam, keni nderu me vota, ne nuk do ta festojmë qendër, nuk do ta festojmë sot, të nderojmë ata vëllezërt e tanë. Edhe pse familjarët e tyre e ndin këtë gëzim, sepse një numër I madh I shqiptarëve ka dalë në vota, kemi fituar pikë së pari shqiptarët dhe Partia Demokratike. Por edhe një herë pyllës, edhe njerit po ju falenderoj, që ne duhet ta presim edhe një rezultat, po ju jeni të lirë që ne të respektojmë familjarët e tyre. Të respektojmë vëllezërit e tonë. Unë e di se ju keni kënaqësi ta shumë që kemi fituar, por duhet të nderojmë ato. Dhe ju lutna, nuk ka festë në qendër, nuk ka festë në rrugë, sepse ata po I nderojnë ne. Ne tje patëm protesta dhe tam bota shqiptare u qunë kom na përkraj. Fitoria jonë është fitoria dhe atyre. Dhe ne duhet që nga formimi I organeve të komunës punojmë shumë për t'i liruar ato nga burgjet. Besoj se e kuptuat, e keni kuptu situatën, edhe duhet shumë në mënyrë qetë të ndahemi, mund të prisme një rezultat, eventual, po mund edhe të ndahemi. Nuk ka me vetura fest. Nëse kërkoni, zhdritmi këtu poshtë, edhe ja bëjmë 2-3 herë fitore, po pasandaj me shku shtëpi.